Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 24 vjeçe dhe prej disa muajsh jetoj në Tiranë. Ende po mësohem me ritmin e qytetit. Gjithçka është shumë e shpejt, e zhurmshme, por edhe me plot jetë. Një nga vendet ku dal më shpesh është bloku, sidomos në verë, kur gjithçka duket më e gjallë. Atë ditë ishte një nga ato ditët e nxehta që të lodhim pa bërë asgjë. Dielli të diçte fort, ajri ishte i rëndë dhe një hap të dukej sikur po të merrte gjithë energjinë. Kisha lënë takim me një shoqe në një restorant në blok. Unë nisa me makinë, por si gjithmonë parkimi është histori më vete. Bëra disa xhiro, rrugët plot, makina kudo, njerëz që hynin dhe dilnin, nxehtësia po më rritej bashkë me nervat. Vetëm një vend, pëshpërisja me vete. Pas disa minutash më në fund pash një hapësirë të vogël pranë një restoranti. Aty ishte një roje parkingu që po sistemonte makinat, dhe njëkohësisht po hidhte ujë me një zor për të freskuar trotuarin. Parkova me kujdes dhe ndjeva një lloj lehtësimi. U kry, thash me vete. Fika makinën, hapa derën dhe sa po dola, papritur ndjeva një spërkatje të fortë uji. Uji më goditi këmbët, pastaj u ngjit më lart duke më lagur edhe pjesën e poshtme të rrobave. Ej, bërtita me një herë më shumë nga surpriza se sa nga inati. Roja u kthye shpejt. Më fal, tha duke ngritur zorën lart. Por në atë moment, nervat që kisha mbledhur nga vapa dhe nga rruga dolën me një herë. A i shikon njerëzit apo jo? I thash me një ton të ashpër më shumë se zakonisht. A ju afrua pak më qetë. Ke të drejtë, tha, po mundohem të freskoj vendin, po digjemi këtu gjithë ditën. Unë mora frym thellë. Në fillim isha gati të vazhdoja debatin, por pastaj ndjeva një gjë të çuditshme. Ajo freskia e ujit në mes të gjithë asaj vape nuk ishte edhe aq keq. Madje më kishte bërë mirë. Pash rrobat dhe ishin lagur pak, por jo aq sa ta bëja problem të madh. Fillova të qetësohem. E po mirë, jam ndodhi dhe kjo, thash me veten time. Ai më dëgjoi dhe buzëqeshi dhe në të njëjtën kohë u çlirua. Nëse do të hedh pak ujë dhe përreth makinës që të mos nxehet shumë. Më tha me një ton miqësor. Tani situata kishte ndryshuar komplet. Nga një moment tensioni u kthye në një bisedë normale. Jo, mjafton kaq, i thash duke qeshur. Ai filloi të fliste pak për punën e tij. Rim gjithë ditën në diell, tha. Njerëzit ankohen për parkimin, për çmimet, për gjithçka, por nuk e din sa e lodhshme është të rish këtu nga mëngjesi deri në darkë. E dëgjova me vëmendje dhe për një moment më erdhi keq që reagova ashtu në fillim, sepse ishte e vërtet. Unë isha aty për disa minuta, ndërsa ai gjithë ditën. E kuptoj, në fakt më freskove, faleminderit, ja ktheva. Ai qeshi, atëherë ja paska vlejtur. Qëndruam edhe pak duke folur gjëra të thjeshta. Pastaj u nisa drejt restorantit. Ndërsa ecja ndjeva që rrobat po më thaheshin ngadalë nga vapa, por e freskia kishte mbetur. Kur ula me shoqen dhe i tregova çfarë ndodhi, ajo filloi të qeshte. Do me thënë u zut dhe pastaj u pajtuat për një zor ujë, më tha me humor. Po, diçka e tillë, ja ktheva unë duke qeshur. Dhe ndërsa vazhduam mbrëmjen e kuptova një diçka shumë të thjeshtë. Sa shpesh ne teprojmë me reagimet tona, sa shpesh ne nervozohemi për gjërat vogla, që në fund të ditës nuk kanë asnjë rëndësi. Po të kisha vazhduar debatin, do kisha prishur gjithë mbrëmjen, dhe në vend të kësaj, një moment i bezdisshëm u kthye në një histori për të qeshur, dhe ndoshta në një kujtim të bukur të një dite shumë të nxehtë në blok, sepse ndonjëherë mjafton një pikë uji për të ndryshuar gjithë humorin.